Pamjet që patet mundësin të shihni pak më parë e që natyrisht bënin buj vitin e kaluar shfaqin momentin e përleshjes së datës 10 gusht 2025, ku mbetën të vrarë 3 persona në Gjilan në kafeterinë e njohur 2000. Në këtë rast të vrarë mbetën babe birë Selami e Edmond Hasani, si dhe Abedin Hoxha, familjari i tyre. Të dyshuar kryesor të vrasjes së trefisht në Gjilan mbeten Mefail Shkodra bashkë me 2 djemtë e tij, Angelin dhe Edonisin, e të cilët pas ndodhisë arritën që të arratisëshin nga vendi i ngjarjes. Edhe pse kanë kaluar rreth 7 muaj nga ngjarja, asnjëri nga të dyshuarit e familjes Shkodra nuk kanë arritur që të kapen nga organet e drejtësisë dhe të njëjtit vazhdojnë të jenë të lirë. Por çfarë ndodhi tutje? Si shkak i kësaj ngjarje tronditse, pasoja ati barti edhe fëmia tjetër i Shkodrës, saktësisht Enis Shkodra. Enis Shkodra në fakt nuk kishte qenë në vendin e ngjarjes kur edhe kishte ndodhur rasti, e madje siç ishte deklaruar më pas tek organet e rendit, ai nuk kishte qenë fare në dieni se çfarë po ndodhte. Por Enis Shkodra tani më ka një problem jetese apo në fakt ka mungesë të ardhurave monetare si shkak i gjithë kësaj ngjarje. Me urdhëresë Enisit ju ngrin të gjitha llogaritë e tij bankare pas ngjarjes, edhe pse thuhej se nuk kishte të bënte fare me rastin dhe si i tillë ai nuk është trajtuar asnjëherë si i dyshuar nga autoritetet. Kjo mos vjen pasi kanë informacione se i dyshuari për vrasje të rëndë Mefail Shkodra posedon edhe autorizime për llogaritë bankare të familjarëve të tij dhe kjo vjen si mos parandaluese për të mos tërhequr mjete nga llogaritë e tjera pasi i njëjti gjendet në arrati. Urdhri ndalues përfundimtar është i domosdoshëm për ngrirjen e llogarive bankare, e të cilat llogaria ngrirë përkohësisht, por sipas njerëzve ligjor në vend, një vendim i tillë me një fjalë duhet të merret vetëm nëse ndaj personit ka dyshime për përfshirje në vepra penale, në këtë rast fajde, në të kundërtën asesi nuk lejohet ngrirja e llogarive të tyre bankare, pa qenë i dyshuar për ndonjë vepër penale. Bazë ligjore ka vetëm rast se prokurori ka nxjerrur akt vendim për fillim të hetimeve dhe i njëjti dyshohet që të mund të jetë përfshirë në aktivitete kriminale. Këtë rast mund të aludoj ose supozoj që ka të bëjë me fajde dhe jo lidhur me veprën penale të vrasjes së trefisht, sepse në këtë rast, me sa e di unë, ky djali i cili nuk është në arrati, nuk ka qenë i përfshirë ose nuk dyshohet që të jetë i përfshirë, mirë po pastaj konsideroj që prokuria ka zgjeruar hetimet ndaj komplet djemve të Mefail Shkodrës dhe të njëjtit, mbi bazën e dyshimit për veprën penale të fajdës. Enis Shkodra, që është djali i Mefail Shkodrës, që nga rasti tragjik ka mbetur edhe pa punë pasi llogaritë bankare janë bllokuar dhe gjendja e tij mbetet krejtësisht jo stabile, ani pse autoritetet përkatëse nuk e ndaluan asnjëherë si të dyshuar. Enis Shkodra përpos kësaj hasi edhe në një telash tjetër, këtë herë me një zyrtar policor e që dyshohet që kishte qenë i përfshirë në veprimtari të dyshimtë si fajde. Shkodra, madje për këtë rast, është ankuar edhe në Inspektoratin Policor të Kosovës, derisa thotë se po i pamundsohet edhe lëvizja e lirë, pasi siç deklaron ai, zyrtari policor Bekim Sabedini, i cili është ende i suspenduar, po e përcjell vazhdimisht. E për këtë çështje ankesa e Enis Shkodrës vetë se është në Inspektoratin Policor, ani pse ndonjë përgjigje apo reagim shtesë në këtë situatë nuk pati nga institucionet përgjegjëse. Në lidhje me këtë, nga Inspektorati Policor i Kosovës kanë konfirmuar për lajmin se ndaj zyrtarëve policor Bekim Sabedini, Meto Sharifit dhe Ardian Demirit ende është aktive masa e suspendimit, pasi të njëjtit dyshohen për përfshirje në vepra penale, e madje për Bekim Sabedinin Mefail Shkodra kishte iniciuar edhe një rast penal. Ndërsa burimet e lajminet bëjnë të ditura se Bujar Hoxha, personi i përfshirë në rastin e vrasjes së trefisht që pati ndodhur në Gjilan, ndodhet në liri edhe pse konsiderohet se personi që nisi gjithçka në këtë ngjarje. Për Bujar Hoxhën kemi dërguar pyetje në prokurorinë themelore të Gjilanit se i njëjti a është i lirë apo është në burg, mirë po deri në publikimin e kësaj historie nuk kemi marrë ndonjë përgjigje zyrtare. Bujar Hoxha madje dyshohet të ketë qenë piknisja e konfliktit, fillimisht rrahjes e më pas vrasjes së trefisht në qendër të Gjilanit. Selami dhe Edmond Hasani, siç raportohej, kishin ndërhyrë që të qartësonin konfliktin që po nxitej tash e sa kohë në mes Hoxhës e Mefail Shkodrës, por fatkeqësisht më pas kishte ndodhur edhe vrasja.
që nga 10 gushti i vitit 2025, kjo ngjarje ka mbetur pothuajse pezull. Muaj më parë një deklarim rreth kësaj përmes një video pati edhe vetë me fajl Shkodra. Shkodra, ndër të tjera, përmendi edhe emra të shumë të zyrtarëve policor që dyshohet të kishin qenë të përfshirë në rastet të fajdes e mashtrimeve në Gjilan, deklarime këto që kishin vënë në diskutim edhe më herët, e mbi të cilat më pas inspektorati edhe ndërmori hapa për pezullimin e tyre nga puna.